është e lartë. E gjithë bota është përqendruar dhe gjithë bota është duke përcjellur me vëmendje se çfarë po ndodh dhe cilat do qenë konkluzat e këtyre negociatave dhe deri më tani mund të themi se jemi plot shpresë se do të po lëvizim në drejtimin e duhur drejt një marrëveshje, ndoshta jo një marrëveshje të plot, por një marrëveshje të pjesshme mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ndërmjetësimin e Pakistanit. Deri më tani mund të themi se janë arritur disa marrëveshje që kanë të bëjnë me shkrirjen e aseteve të Iranit, të cilët vlerësohen në rreth 6 miliardë dollar që janë të ngrira në Katar dhe në vende të tjera të botës. Po ashtu mund të themi se kemi edhe një marrëveshje për ngushticën e Hormuzit aktualisht, për shkak se Marina e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vetëm sa ka filluar që të pastrojë minat në kanalin e Hormuzit, por në të njëjtën kohë kemi edhe një proplasje rreth Hormuzit, e cila realisht mund të themi se ka shtyrë në një ngërç negociatët, për faktin se pala iraniane kërkon të ketë një kontroll të plot të ngushticës së Hormuzit dhe të vendos tarifa për anijet cisterne që kalojnë nëpër këtë ngushticë, kurse të njëjtën e kundërshtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata kërkojnë që të jenë bashkë pjesëmarrëse në kontrollin e ngushticës së Hormuzit, por që e njëjta po kundërshtohet. A cilësohet zoti Emini ngushtica e Hormuzit si ndoshta një aset strategjik apo një lloj kurthi për të sjellë këtë përshkallëzim? Pra në këtë fazë, çfarë analize mund t'i bëhet një pikë strategjike të rëndësishme ekonomike? Është vërtet për shkak se Irani që në fillesat e luftës e ka përdorur gjeografinë e saj apo gjeopolitikën e saj posaçërisht ngushticën e Hormuzit si një mjet presioni ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më konkretisht ndaj tregjeve energjetike globale dhe në këtë mënyrë ajo po synon që të përfitojë dhe të marrë lëshime sa më të mëdha nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në procesin negociator, duke marrë parasysh faktin se në ngushticën e Hormuzit kalon 20% e naftës botore dhe e gazit natyror të lëndshëm, dhe kjo është një aset që Irani po synon që ta shfrytëzojë në maksimum që të ushtrojë sa më shumë presion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kurse në anën tjetër kjo është edhe një vije kuqe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak se presidenti Trump është vendosur në një presion të fuqishëm edhe nga industria e naftës, të cilët kërkojnë që mos të lejohet kontrolli i ngushticës së Hormuzit nga Irani, por ashtu edhe të mos lejohet tarifimi i anijeve cistern, pasi kjo në një mënyrë të hapte kutinë e Pandorës, ku mund edhe shtete tjera si Turqia të kërkonte tarifa për kalimin e Bosforit dhe Dardaneli, apo të kërkojë tarifa në kalimin e ngushticës së Bab el Mandebit apo në ngushticën e Malakës. Është një presion për